Miq, ju përshëndesim, tani do të flasim për një temë që si dëgjoni, thot Aleksi, që në shumë vende nuk e dëgjoni fare. Edhe për mua është një temë e huaj, kështu që po ja kaloj stafetën Aleksit, flasim për globalizmin dhe ekumenizmin. Po. E thash mirë? Edhe sakt fare. Fantastike. Do mësojmë disa gjëra, kështu që me sy e vesh na dëgjoni dhe ndoshta ne mund të i kalojmë diçka. Do ta kemi edhe si temë pasuese në vazhdim për videot e tjera. Na dëgjoni me vëmendje, mbani shënim, mësoni dhe pyesni për çfarë do dëgjoje. Aleks, globalizmi dhe ekumenizmi, çfarë nuk kuptojnë? Çfarë kanë të bëjnë me jetën tonë ose ne çfarë kemi të bëjmë me ta, domethënë? Janë dy lëvizje të fuqishme botërore. Globalizmi pak a shumë e keni, besoj se e din deri diku njerëzit, që është ajo përpjekjet për të bashkuar të gjitha shtetet, poshtë kufit, poshtë gjuhët, poshtë historia, poshtë flamuri, edhe të bëhet një mishmash. Por kjo na shitet në formën shumë pozitive, pra është shumë pozitive, është mirë, pra nuk ka, do ketë gjithmonë atë harmoni, njerëzit dhe në paqe. Po, gjithmonë është e paraqesim. Prandaj unë e thash që ne nuk kemi dëgjuar, duke marrë shkas në gjithë videot e tjera që ne kemi bërë bashk, ne këtu do të dëgjojmë një anë tjetër që nuk e kemi dëgjuar dhe nuk na thuhet. Por ata jemi. Ne gjithmonë kemi thënë këtë praktikën, pra që njerëzit duhet ta shohin atë formën. Sa herë që thuhet diçka, duhet të shohim të kundërtën e asaj që na thon. Ai është çelësi për të kuptuar shumë gjëra. Prandaj edhe unë shita në këtë formë atë. Shumë mirë bëre. Vërtet është ajo që na e paraqesin si diçka të bukur, po nuk është e bukur. Domethënë imagjinoni tani poshtë kufit, por ka vetëm të pjesën këtu. Imagjinoni tani sigurimin në një fshat, tani me pallate. Po. Mos kesh gardh, mos kesh muret e shtëpisë atje, të shohun se ç'a bën ti, unë të shoh se ti të shoh ç'a bëj unë. Do të them fare jetë personale, kupton, një përzierje shumë tut. Kjo është, do e përshkruaja sikur është njëri tapet se bëhet fjalë për tapet, për qylyma, po ja shtrojnë. Po shtrohet se do të dalin diku. Pra, një tapet është globalizmi, një ekumenizmi. Tapeti tjetër është ekumenizmi. Ekumenizmi është, si ta themi, është nga ana fetare. Globalizëm fetare. Nga ana, le themi, jo me materien, globalizmin, por me si globalizmi përfshin edhe pjesën ekonomike, tjetër, ana materiale, ana shpirtërore. Shpirtërore, pra. Po. Po domethënë ekumenizmi është nga fjala ekumeni botërore, domethënë, lëvizje botërore, e quhet ekumenizmi nga greqishtja. Po. Ajo gjë që do ndodhin nga ana e globalizmit do ndodhin edhe nga ekumenizmi. Pra ecin të dyja paralel. Të dyja fiks paralel ecin, poshtë dogmat, poshtë kanonet, poshtë bindjet që ke secili. Bindjet për çfarë? Fetare, politike apo? Jo, ka ana fetare vetëm tani kjo. Po, fetare, po. Komunizmit. Po është gjitha këto që të bëhet pra kjo harmonia fetare që le themi Shqipëria shquhet. Ma morë se desha më thënë çik më mbrapa këtë bër. Desha ta përgatisje që të diçë aty. Po që jam shumë i zgjut. Jam i çik i zgjut. Se desha të bësh një sqarim, pastaj disha ti që vazhdo. Se ato tani nuk po flas fare bro. Ata tani po përpiqen domethënë që ta nuk po flasim ma thon shumë të vërtetën, ma thon shumë nga ata që na ndjekin, Alir dhe Aleksin flasin. Unë po flej gjumë, vazhdo jepi. Jo të du këtu apo, të du aktiv. Jepi Aleks. Siç e the që na i paraqesin bukur. Kjo është ajo shpreha që përdorin vazhdimisht. Tolerancë dhe harmoni fetare. Ata e din shumë që kjo nuk ndodh, por megjithatë punojnë me atë pjesën e subkonsciencës së trurit, që ti ta pranosh, sepse problemi është ta pranojnë popujt, se liderat, siç kam thënë më përpara, nuk kemi as lidera shtetëror, as lidera fetar, të gjithë kanë me të futme, janë koordinuar të gjithë. Ata kanë pranuar liderat fetare. Qa janë pape, qa janë patriarke, qa janë imame, të gjithë e kanë pranuar. Buda, gjithë këta, jo i Buda, i tjetri, Dalai Lama, e kanë provu të gjithë. Siç thanë atëre, vaksinohuni, bëhuni, koordinuan gjithë të liderat fetare. Edhe të kjo të koordinuar janë, që ta shesin komplet atë që besojnë atë, që supozohet se besojnë. Se edhe aty ata janë luajnë role. Por problemi është ta pranoj populli. Se populli ecën me naivitet, ecën me një besim të thjeshtë, nuk ka interes. Beson thjesht ashtu siç e ka lexuar, siç e ka dëgjuar, këto me radhë. Edhe kështu që mbetet problemi popullit, edhe po luajnë me këtë formë, duke paraqitur me këto batuta, këto terma të lezetshëm. Harmoni fetare,
I shikon ti te bulevardi rastin konkret këtu që dalin ata krerët tan këtu dhe ecin kram krah te bulevardi, që të jepet mesazh, domethënë që sa bukur që jemi, shifte unitet, bashkim. Mi po e paraqesin në formën e gabuar, sepse harmoni fetare nuk mund të ekzistojë. Se ti beson ndryshe, unë besoj ndryshe. Ti ke bindet e tua, unë kam bindet e mia. Ato po e thonë edhe shife si e bashkangjisin, duke thënë harmoni fetare, e thonë me këtë tjetrën, domethënë që nuk do kemi konflikte midis njëri tjetrit. Nuk do i bim njëri tjetrit, mos kalojmë në fanatizëm. Atë dakord është, ne kemi pasur gjithmonë atë gjë këtu. Nuk ose po e ndryshon kjo lëvizja e madhe që po bëhet. Ne kemi harmoni njerëzore këtu, harmoni qytetare, harmoni. Unë respektoj zgjedhjen tënde të lirë, ti respekton zgjedhjen time të lirë. Ne kemi pas gjithmonë neve. Po megjithatë nuk e thon harmoni njerëzore. Po e thon harmoni fetare, sepse duan kalon te pikërisht kjo që të gjitha fet I falen një Zoti, po varet nga përqasja e secili se si e bën tek feja vetë që ka. Po një është për gjithë. Kupton si duan me I fut me I kazan gjithë? Ky është qëllimi I dytë që po shtrojnë për të ardhur dikush, ai njëshi që po përgatisin, për atë njëshin po bëhet gjithçka që po bëhet në këtë botën e tonë të vogël blu, si bluza ime. Që të vi ai duhet ta gjetë gati të shtruar gjitha këto. Dhe anën e bashkimeve të shteteve, të tipit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të tipit Kombet e Bashkuar, BE, e këto me radhë, kështu do të jetë bashkimet e EF-ve, që ka fazat e vet ajo. Në fillim duhet bashkojnë ata që quhen krishterë, ortodoks, katolik, protestant, mbasi ti bëjnë një këta që po shkojnë ta bëjnë ato takimet me njëri tjetrin, se e kanë shit besimin, do bëhet pastaj bashkimi këtyrve me Islamin, edhe I kanë bërë dhe gati emrin, Krislam, e kanë quajtur. Që e kanë bërë gati që tani emrin. Do bëhet dhe ky bashkim me Islamin, pastaj do kalojmë me budizëm, me konfucianizëm, me brahmanizëm, me ata idhujtarë që I falen akoma zjarrit, andej ata fiset e zeza andej. Ti fusin gjithë në një kazan, në një fuqi, në një, si ta them, një tenxhere. Edhe kryetari këtyreve kush do jetë thua ti? Që do e gatuaj atë tenxherën me ato gjithë ato feta aty mrena, që do e trazoj me atë lugën e madhe të kuzhinës. Kush kanë vendosur që do jetë kreu I gjithë këtyreve? Papa. Ky papa që zgjodh tani. Kushdo pap që t'ishte, atë rol kishte. Po ky që iku nuk e arriti, mori ky tjetër stafetën, Leon, Di Luan, që do I haj gjithë. Po. Atë rol kanë. Po thjesht domethënë përpiqen të pjekin situatat. Tani ra stafeta këtij që erdhi tani. Ti që I doli ty mi bardh. Ky duhet kreu I gjithë këtyreve që do bën një ditë. Siç kemi, po ta kërkonin në YouTube, kemi atë takimin e famshëm të Asizit në 1986. Ishte Gjon Pali atëherë, I dyti. Aty të shikoje ti, po ta kërkosh në YouTube, në Asizit të 1986. Aty e ke ti tani që u mblodhën gjithë to krerët liderat fetar me papën në qendër, sepse ai ishte në ato kohë. Ti bashkojnë gjithë këto, mos të ke që pse bëhet kjo, që mos të ketë rezistenca kur të vijë ai tjetri. Se po ti jem përgatitur, ti jem mësuar me këtë. Po, ti që të bëhet ai rrafshimi I gjërave e të presin këtë. E do jetë në krye papa, sepse papa është lider shteti, është edhe lider fetar. Edhe globalizmin edhe e komunizmin. Edhe e komunizmin. Prandaj edhe papa të Tiharën, Tihara është ajo që kanë kokë ai. Është me dy majuca. Që është me dy brirë, është realisht. Ajo që thotë libri zbulesës, shpash një qinç thoshte që kishte dy brirë që fliste me zërin e dragojt, thoshte aty. Zbërthimi është kjo, domethënë, që duket si qinç në aparencë, po flet me zërin e dragojt, domethënë flet me pushtet. Që ka autoritet. Dragoj është satanaj. Ai e pushtetin atit. Se për hesap aty punon. Edhe ato dy brirët janë briri simbolizon fuqinë, sepse aty e ka kafsha fuqinë e vet, te briri e ka. Prandaj ne jeri binjoni tjetër me brirët. Edhe simbolizon pushtet politik dhe pushtet fetar. Ky dy komandoj të dyja. Ky do thot pastaj në një moment, mbasi të jetë bërë kjo shtrimi tapetit deri në fund, deri aty ku kanë menduar këta.
Ai që është njësh i kësaj botës, do dërtoj gishtin dhe thotë është ai atje. Ai që po përgatisin tani aty në Hebrejt, që ta sjellën në krye të botës. Për atë do thotë, aty do ja drejtoj gishtin. Ky është njësh i botës, do dalë ai pastaj. Do thotë, mirë si u gjeta vllazër. Tani që ju kam aty ku jeni, do jem unë që të komandoj tani botën. E keni problem? Jo, do thonë ato. Pse se keni problem? Po ti po bën gjithë sot mira. Sa ashtu të parë që si njeri i mirë, siç bën këta politikanët që gjatë fushatës siqen si të mirë, premtime, pasaporta, tavani, ai do thotë shumë gjëra tjera. Do i bindi njerëzit. Ku ka si ty do thonë? Ti je më i mirë, më i mrekullueshëm, do filloj të bëhet ca mrekullira atje, pseudo mrekullira, që të mashtrojnë njerëzit më fuqishëm, të japi gaz, edhe do qeverisë botën. Të tipit çfarë mrekullira është mund bëj? Tani, siç kemi lexuar se do zbresi zjarr nga qielli. Domthon se do imitoj ca personalitete që kemi neve që ka Bibla. Do filloj të bëj kështu, do ngjalli njerëz, do shëroj të sëmurët, do i japi dritë verbërve. Domthon do bëj gjëra të fuqishme, do thon pastaj, po ku ka tjetër se ky? Ky do dënoj padrejtësinë. Do i mbështesi jetimët, vejushet. Do bëj gjëra të bukura. Pra është hapur kjo, po do vi tani kjo, do ndodhi tani kjo pjesa e, pra, a kemi ardhur në pikën që ka shkuar në pikën e tij më maksimale ose më favorite globalizmi dhe e komunizmi? Unë po them atë për pikën që janë duke bërë tani aktualisht. Po, deri në çfarë pika janë këto? Apo shkojnë drejt asaj linjës që ata mendojnë si e shehti vetë me ngjarjet ndodhit që po ndodhin nëpër botë? Ata janë duke ndërtuar gjithë skenën në mënyrë të përsosur. Po çdo ditë që kalon, domethënë ata janë duke bërë për herë nga ndonjë hap. Edhe po ecin pa i shqetësuar, pa i bezdisur njeri. Edhe këtë që po themi neve tani i shqetëson dhe i bezdis. Kjo që tham deri tani. E pavarësisht se do ndërpritet, se nuk ta thashë këtë, kjo do ndërpritet kjo përpjekja. Dhe madje tani biles ky Papa Francesku që ishte, kishte një takim historik do bënte me patriarkun ton, Konstantinopolës. Që unë se pranoj me patriarkat pavarësisht se jam ortodoks, sepse ai është bërë palë me këta. Edhe do të takoheshin me datë 26 maj të këtij muajit. Mi po vdiq Francesku, edhe ky patriarku jon po uroj që ky papa i ri që do vi të jetë me pot njëjtë mendim me Francesku, thoshte. Thash me vete unë, ky kot e bën tek drekdera, ai e di shumë mirë që do jetë me atë të njëjtin mendim. Sepse po mos i me të njëjtin mendim, do vendoshë thjesht fare, do vendoshesh aty. Sepse këto lën stafetën e njëri tjetrit. Edhe luajnë atë rolin. Edhe kur doli ky papa i ri, ky Leondi tani, ky Luani që do na haj, doli aty dhe tha, mezi presta që të bëhet takimi, jam dhe unë i hapur nga atij takimi që do bëhet me 26 maj. Do takohen në një vend të Konstantinopolës me 26 maj. Edhe kjo i përgjigje asaj që sapo pyetet, domethënë që janë duke ecur, duke arritur diçka. Po, gjithë përpjekja atje është. Kush do i ndaloj? Janë koordinuar të gjithë. Edhe më serioze që desha me thonë, të dy ato lëvizjet, si globalizmi, si ekumenizmin, i financon kush tjetër? Ata që i referuam të emisioni kaluar. Masonët. Ata i financojnë të dy ato lëvizjet. Siç financojnë dhe lëvizjen e feministe këto me radhë. Shumë gjona ata i financojnë. Ata kanë nga mbrapa ti. Që ti falet edhe dragoj, që je pushtet papës, qingji që duket si i mirë, me ato dy brirët e vegjël aty, që duket i mirë sepse flet për paqe, ka të robën e bardhë, ato si luan me mesazhe kështu ai. E qartë, për sa i përket pjesës anës shpirtërore se kësaj ne kemi shpjeguar pra për pjesën e komunizmit. Por për sa i përket globalizmit, çfarë do ndodhi tjetër? Pakun parë the që për sa i përket pjesës kufive do t'i qenë këta, ose kjo që po lubohet më të madhe këtu në Shqipëri dhe në vende të tjera për shtetet e bashkuara të Europës, të Amerikës, Shqipëria, shtetet tjera, që të bashkohen gjitha heqe këtyre perceptimi i kufive, pra, ne, ose njerëzit që vinë në Shqipëri të huaj, turistët, le të themi njerëzit e shohin si një element pozitiv, por ndoshta ka edhe këtë përbaskenën tjetër të globalizmit. Pra ne deri ku jemi bërë edhe njësh, sot Shqipëri që nuk shohim nga gjitha racat. Po vishemi. A janë pjesë e kësaj, pra le të themi, kësaj fryme? Po ne thjesht zyrtarisht nuk kemi futur. Po ne mendojmë si ata, vishemi si ata, ecim si ata.
mbajmë qenë për shpira si ata, i themi hajde te mami, e puth ngoj qenin tjetra sepse nuk ka gjë se i ka bë vaksinën dhe është i pastër, domethënë e del aty. Pra, edhe këtë ju thoni që e kanë nxitur për këta, e kanë shtyrë për këta. Po ata e përgatisin përpara se të zyrtarizohet, përpara se të i vënë atë vulën përfundimtare. Të përgatisin mentalisht, mendërisht. Ça tjetër, ça përmban globalizmi? Globalizmi përmban ka në thelb në zemrën e asajt, ka të digitalizimin dhe gjërave. Ti përkasësh komunitetit të madh botror. E qartë. Të dyja këta pra, të dyja janë ato dy qylymat. Po ti pse je kundër tyre? Po se është një mix, një përzierje që nuk duhet bërë. Nuk mund të bashkosh Floririn me Bakrin. Ai vend ka vlerat e veta, ti ke vlerat e tuaja, ke historinë tënde, historinë e vet. Kupton janë ca gjërat pa përzime. Është si më u fut tani me ardh komshiu im tani, më u fut në shtëpia ime, më u përzi rregullat e njërës shtëpi me tjetrën. E çfarë do dalin në fund fare? Një përzierje shumë një gjë pa sens, pa ngjyrë, pa shije, pa identitet. Pa identitet kryesorja. Atë po çon. Është vërtet kjo, edhe për shohësh edhe në Europë, të shohësh vendet e Europës, nuk kanë asgjë ndryshe nga njëra tjetra. Ç'është në Gjermani, nuk shetë diçka ndryshe nga Hollanda, nga Franca. Katedrale ka atje, katedrale ka ke tjetra, po një imazh le të themi i këtyre shteteve, shkosh në Belgjikë, shkosh në Itali, ndoshta Italia pak më lehtëshëm, por prap është le të themi po njëta gjë që është, po njëta strukturë. Po duhet t'i bëjnë dhe njerëzit janë një. Edhe njerëzit, patjetër pra, po them edhe nga ana e aparencës ose fasadës ose organizimi si është ndërtuar, si janë ndërtuar këto shtetet e Europës, po ndërtohen edhe njerëzit të tillë. Këto duan që edhe njerëzit vishin gjithë një lloj. Dhe jo vetëm meshkujt, po edhe femrat të vishin një lloj, si meshkujt si femrat. Si femrat. Akoma, domethënë shikon kudo. Po, edhe në Europë pra ne themi kështu që ata nuk është si para e mbajnë veten, ose kur i shohin që vinë këtu në Shqipëri, për shembull, vajza shqiptare edhe mbajnë, dinë, kanë gusto, kanë shije, dinë të vishen. Shkosh në Europë themi për shembull që nuk shet dot kush është burri, kush është gruaja, se i sheh po të dy të veshur po njësoj. Po, tani shikon valla vishin me ca kostume, me ca kollare, vishin femrat ashtu më po. Ja, shikon, do duket si është një detaj kjo, do duket sikur s'ka lidhje, po ka shumë lidhje. I ke gjithë femrat kudo në botë, i ke me patallona më valla. Bravo. Kjo patallona më po vishin si ne. Po ajo nuk i shqetëson ajo lëvizje që bën kështu kur veshin pantallona që i veshin si ne. Merr malli për shembull çofi fustan. Ta shoh femrën si lulet bukur. Jo më valla patallona gjithë ne. Kudo, edhe në për seriale ke që shikojmë botën se si vishin ato si kanë ato mënyrat e tyre, një lloj vishin kudo. Janë koordinuar të kjo pjesë. Unisex thot ai tjetri. Ka dalë kjo fjala. Rafshim edhe këtu. Si për veshje, si për kozmetika, si për çfarë do të gjë. Po, domethënë do të krijon një botë, domethënë që të gjithë mendojnë një lloj, të gjithë me të ecin një lloj, të gjithë dëshirojnë një njëjtën gjë. Edhe ajo që thëq pari të na bëjmë pa identitet, por të na kthejnë në numër. Do me na bën numra. Ti të njefesh si numër, ti të njefesh 747, unë 532. Është duke. Se do ndodhi realisht kjo i do na kthejnë si numra? Po, na kthejnë në produkte. Si shikon ato produkte? Aksesor. Aksesor, si shikon ato që ke ti aty në supermarket, që kur vjen te karka ti bën atë pagesën aty. Kalon produkti aty ai lazeri që është aty sipër, ja bën pip pip. Se lexon numrin. Edhe neve do na bëjnë produkte që do na bëjnë pip pip me barkode, me shasi. Po, tamam fix, me shasi do na bëjnë. Kjo është çip i famshëm. Do të njohë sistemin ty si numër, do jesh vazhdimisht online. Edhe po guxove të dalësh nga online, pap vjen një mesazh ty dhe thot nuk po të shoh online, thot. Big Brother nuk po të shikon. Mi po duhet të shikoj. Sepse po dole nga rrezja e shikimit që është i jashtëligjshëm. Përbën kërcënim për sistemin pastaj, nëse nuk kemi në bikëqyrje. Ato ku po çon njeriu. Sepse këta tipat e globalizmit dhe të ekumenizmit kanë dy plane, që po ecin paralelisht. E para është të digitalizojnë gjithë botën, që ai syri i bigut t'i shohë të gjitha çfarë po bëhet. Dhe ana dytë është që po nuk arritën të realizohet plani A, ata kanë gjithmonë planin B. Sepse nuk i premton koha që të kthehen prapë nga e para ata. E automatikisht kalon te dyta. Cili është plani B?
Plani B është edhe në botën e ajër. Në ajër, botën e erë. Të cila nga këto të ndodhi, ne kemi thënë, po ta themi me qënësim, po të e njëjta le të themi që na çon po të njëjtin përfundim. Pra. Se kërkojnë ndjezë tani se nga ndoshta bim edhe përsëritje për këtë, apo. Po aty të çon dhe ai që po diskuton, domethënë se lidhen shumë ngushtë. Është aktualitet i gjallë, i pa evitueshëm. Jo, e di pse ne nga që jemi po të paktët ose veç ne ndoshta që i themi këto gjëra këtu në Shqipëri të paktët, nuk e di ka raste të tjera që bëhen këto diskutime, ose ky bashkëbisedim që do bëjmë ne këtu. Edhe nga që i themi po ne na duket se e mërzitshme për të tjerët, paktën kështu gjykojmë ne se për ju ndoshta nuk është e mërzitshme, por po jo, se sigur bien përsëritje, por realisht kjo është ajo skema dhe ajo rruga që këto kanë ndërmarrë për të çuar botën. po. Ose drejt digitalizimit, kontrollit për çfarë do gjëja, për lëvizje më të vogël, Diktaturës digjitale quhet. po, diktaturë digjitale, apo dhe kësaj hedhjes botës në erë. Pra ti e ke thënë, më sa më kujtohet edhe mu në episodet e tjera, që nuk ka me ndodhë kjo e gjitha në masë, kjo digitalizimi, për shkak se do të ndërpritet nga lufta e tretë botërore. Po. Tani me luftën e tretë botërore ku jemi për ta mbyllur, se po kalojnë ditët, javët edhe ka njerëz që do të thënë ata e din pak a shumë se nga anon mundësia më e madhe, edhe prandaj janë duke përgatitur dhe këto vatrat e ndryshme të luftës nëpër botë. Edhe ecim, pra ne janë duke ecur paralel. Por atyre intereson më shumë kjo e para. digitalizimi. Po. Ta kem botën kontroll, komplet. Por po pse do shkojnë ke lufta, ndërkohë që këtyre intereson më shumë digitalizimi? Po do i shkojnë shumë gjëra, jo ashtu siç i duan këta, domethënë do ndaj. Si për shembull? Do të ca pengesa. Çfarë pengesash? Po është një vend në gjithë të rrezullin toksor që përbën i ka ngec shara ngosht. Këta janë shara, ngosht dhe është ky vendi. Është një Rusi atje që i krijon problem këtyreve. Pra Rusia, sa të ekzistojë Rusia me këtë, ose Putin me këtë, le të themi rezistencën e vet, me këto moskokçarje ndaj këtyre gjërave që i bëjnë, presionet e tjera, ne do të jemi në këtë udhkryq, ose le të themi në këtë lloj zgjidhje. Po mos ishte Rusia atje. Do e kishte ndodhur me kohë? Për të qenë realist, jo se i kam ndaj dashurit madhe. Po mos ishte ajo Rusia atje, këtu kishte marrë fund gjithçka. Jo këtu, në gjithë botën. Do kishte marrë fund në kuptim, do kishte ndodhur lufta e tretë botërore, apo do kishim hangur gjithë çipin? Jo, do ishim në një super bastardim të çdo gjëje. Prindi 1, prindi 2, numri 743, 524. Do kishte ndodhur ky digitalizimi pra. Komplet, do ishte rafshuar çdo vlerë, çdo identitet, çdo gjuhë, çdo histori, do ishim bërë një mish-mash i frikshëm, i shëmtut, që s'do kishte më kuptim në vazhdon të njerëzimi. Edhe kjo do ndërpresi. Edhe din shumë mirë ata. Që si ka mundësi që ky Putin është kundër kësaj? Po ai ata ecin me koncepte tradicionale aty në atë vend. Dhe gjithë ai popull që ato vlerat e tyre nuk i rrezojnë. Edhe populli vetë, përveç Putinit. Po Rusia është i vetmi vend në botë që nuk ka as i pik borxhi. Se deri dje këto familjet e mëdha kishin zhytur në borxh atë vend. Kur erdhi Putini në pushtet, e pastroi komplet. E pastroi borxhin. I largoi dhe gjithë këto bankat e këtyreve në përkave që kishin ngulë tetakulet aty dhe po ja pishin gjakun, i paguajti në fakt. I lau borxhin, nuk ose i përzuri ashtu. I hoqi gjithë ndikimin që kishin nga ana monetare, financiare, gjithë ato. Edhe është i lirë. Prandaj sot edhe në përbot lubohet, thotë që jo pa agjendat e ruse dalin kundër rusëve. Po. Edhe në Shqipëri madje. Po, këtë tani e paraqesë sikur ajo është e keqja. Spionazhi ruse. Sikur ajo është e keqja, sikur ajo po është aq kokë forca, po kërkon tani të bombardojë gjithë Europën. Prandaj i qëndrojmë për herë asaj, domethënë që çfarëdo që na thuan do të marrim të kundërtën e asaj. Rusia e keqe? Jo më shoku, Rusia e mirë. Se do na kishin fshirë komplet. Prandaj po përdorin tani nëpërmjet Ukrainës që të godasin Rusin. I kanë mshuar asaj pjesë atje. Po nuk ka Rusia, do shkojmë luftë tretë. Po si ka mundësi që nuk e godasin dot Rusin? Ka? Kush e godet Rusin? Po çfarë folë bër? Ata po tishin aq sigurt që mund ta godisën ata vende kishin bën me kohë Zorinën pristin. Nuk prisin fare, pra kanë një lloj. Po kanë një armatim ata atje,
Po si ka mundësi që nuk e kanë njohur, okay, popullin jo, po Putinin, si ka mundësi që nuk e kanë njohur ose nuk e kanë bërë pjesë të këtij grupazhit? Me çata joshin. Ai vendi ka të gjitha. Pasuri minerale, financiare, kulturore, histori, atë nuk më kanë asgjë. Ata janë komplet të pavarur nga askush. Tani dhe Putini nuk është se po flasim se është në Jëngjëll, se edhe ai ka të vetë, patjetër. Edhe ai synon të shtrisë sa më shumë atë pushtetin e vet. Po jo në këtë formën e shëmtuar që do ta bëjnë këta. Domethënë këta e bëjnë shumë keq pra, këta e bëjnë ty që ta asgjësojnë, të kthejnë në numër. Ne kemi thënë se shpreh diku që na pas te ai është numër fare. Ashtu më bën realisht, literalisht numër. Kurse ky ka tjetër formë. Po aty ka ngec, po të them keq fare. E din shumë mirë që nuk kanë për të arritur. Edhe do detyrojnë pastaj që të kalojnë tek të dalin kështu haptazi fare. Mos kenë më këto përpjekje që bëjnë tani jo po se do e luftojmë atë Rusinë e keqe, do dalin haptazi fare, do i bim e çat bëhet. Kush fitoj. Do dalim në rrugë të tretë. Shenja që do kalojmë seriozisht, zyrtarisht në luftën e tretë do jetë kur të goditet centrali bërthamori, Irani, po e përsërit po disa të njerëz. Te kemi thënë disa herë, me 10 herë. Këtë mos e harroni, ose kur të biri Erdogani. Po kur të Irani Erdogani, çu do limëringa. Po kështu e këto janë të dyja shenjat. Mos e harroni këtë. Do biri Erdogani, do e godasin, do e vrasin thua. Po do e vrasin, do e heqin qafe. Do e vrasin? Vazhdon akoma me këtë bindje, e ke kështu të sigurtë. Ore 100%, siç shohim shef. E ke sigurt për të se na kanë llahtaris me komentet me këtë pjesë kur ke thonë që ka njerëz që e duan fort Erdogan në Shqipëri. Po ore si po se pranojnë dot njerëz. Imagjino sikur më thon këtyre që kanë votuar për Edi Rama, për shembull, kështu me sy mbyll, ti thosh që do vritet Erdogan, do vritet Edi Rama. Kupton ç'a bëjnë ata? Po do e vrasin se nuk i doli. Kështu që mendon mirë do e vrasin Erdogan, do e vrasin. Ore 100% vëlla do e grin. Do e shtrim tok. Po brenda këtij vitit. E çojnë lajm Erdoganit ta marri mas tjetër, ku diun. Apo e dinë edhe që mund ta vrasin prapë ka dal balla. Atë kanë mbrojtur disa herë Putini, e kanë nxjerr një telefonat i ka thënë mos i binga ajo rruga biri nga rruga tjetër, atje se të kanë shtik kurth. Po, ka pas mbrojtën e Rusisë. Ai pse ka çuar ai gjatë atë? Vetëm nga Putini ka pasur që po jeton ka gjatë. Po ai ja drodhi të dyve tani. Ja drodhi Erdogani, ai është dhël për. Ja drodhi dhe Amerikës edhe Putinit. Ka prish marrëdhënie me Putinin? Po si më Erdogan, abi, ne japi Orsun abi, Aty ja futi Orsun. Tani po acaron dhe Indin se ka çuar agenda atje të fshet. Në Indi, India thotë. Ne do rrshkasi ky. Po, edhe India thotë që guxove se preke Greqin kanë na për të bombarduar do e fshim gjithë Turqinë. India për Greqinë? Po, nuk e di, ma habiti kjo gjë kur e lexova. Me rastin tani me Pakistanin, po që ndodh kjo luftë, ka çuar Erdogan, ka çuar spionët e vet aty, njerëz të vet. Shkojnë kështu si turistat apo janë agent. Ora e përdorin shumë, ma thonë edhe këtu për në qendër, kur dalin në qendër që bëj të vokset, intervistat në rrugë atje më thonë që për të tuaj që vinë, janë agent, janë agent. A ka realisht Shqipëri që vinë agent kështu si turist? A ka e? Po si s'ka më valla, tumlla se kemi thënë. Ta kam thënë më parë. Këtu në Tiranë sidomos e ke kështu me lopat. I njefti i kupton kështu, i dallon kështu vetëm i parë? Kam parë 2-3 kështu që ndoshta kanë qenë kështu fillestar agjendat, ha. A boshin më valla, por i çik më relaksa bëse. Më ran sy valla se më rindem kështu si gogol. Po vaji çik. Se i truproja e Putinit, se janë kështu ato, shohim kështu ato. Po ky Putin e ka mbrojtur domethënë Erdogan e ka shpëtuar disa herë. Po ky Erdogan i shkon tani edhe pa gjithmonë ta kthen pllakën, ai gjithmonë ta fut. Edhe e din këtë gjë që ashtu vepron ai, është më parashikueshëm ai. Po Putini ka mërzit me Erdoganin? Po është mërzit. Është mërzit. Normal që është mërzit. Po mos çon ai Putini vetëm e vra për shembull. Jo, nuk do i vi që andej atit. Nuk do i vi nga ne. Jo, do i vi nga USA. Në Amerika. Amerika ajo do bëj. Nëse kemi dashamirës të Erdoganit, çoni lajm Erdoganit. Maj mas atje pastaj shohi, mos i bie se rrugë ku i bi për herë. Amerikë Izrael janë shkojnë të dyja bashkë këto. Bashkëpunojnë këta për të arritur qëllimet e tyre. Mund të jetë dhe tani shpejt do ndodhi. Mund të jetë nga Izraeli. Dhe haj verën Erdoganit? Ne kaloj pushime verore apo? Nuk e di. E di që brenda këtij vitit e kam kështu bindje të patundur do brenda 2025 domethënë. Brenda 2025. Do jetë verë apo dimër apo po dëgjon tani apo aty shumë shpejt. Erdogano do na dish për ne. Miq, ju përshëndesim. Ishim me Aleksin sot, kemi bërë tema fantastike.
Dëgjojeni mirë. Do të përshëndetemi herë tjetër kur takohemi sërish. Po s'na herë ndaj gjë kështu. Pa pritur. Do na shikoni prap. Mirupafshim. Tjung.